Pejgamberi Muhammed a.s. ka thënë: kur të jetë dita e gjuma dhe nata e gjuma, i shtoni salavatet për mua. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammed. Që do më thënë: o Allahu im, më shiroje dhe përshëndetje të dërguarin tonë Muhammedin, paqja qoftë mbi të. Pejgamberi Muhammed a.s. ka thënë: kur të jetë dita e gjuma dhe nata e gjuma, i shtoni salavatet për mua. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammed, që do më thënë: o Allahu im, më shiroje dhe përshëndetje të dërguarin tonë Muhammedin, paqja qoftë mbi të. Pejgamberi Muhammed a.s. ka thënë: kur të jetë dita e gjuma dhe nata e gjuma, i shtoni salavatet për mua. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammed, që do më thënë: o Allahu im, më shiroje dhe përshëndetje të dërguarin tonë. Pejgamberi Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, ka thënë: kur të jetë nata e gjuma dhe dita e gjuma, dërgoni salavate për mua. Në një hadith tjetër ka thënë: kush dërgon një salavat për mua, Allahu dërgon 10 salavate mbi të, ia fal 10 gjunahe dhe ia ngrit 10 shkallë. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammed, që do të thotë: o Allahu im, më shiroje dhe përshëndetje të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi Muhammed a.s. ka thënë: kur të jetë dita e gjuma dhe nata e gjuma, i shtoni salavatet për mua. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammed, që do më thënë: o Allahu im, më shiroje dhe përshëndetje të dërguarin ton Muhammedin, paqja qoftë mbi të. Pejgamberi Muhammed a.s. ka thënë: kur të jetë dita e gjuma dhe nata e gjuma, i shtoni salavatet për mua. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammed, që do më thënë: o Allahu im, më shiroje dhe përshëndetje të dërguarin ton Muhammedin, paqja